Ne jemi dëshmitar të kohës ku në shumë shtete kjo ndodh, po e përmend vetëm një shtet, Arabia Saudite, para disa viteve e mshel me burg 10 vjet e dënon imamin, një prej imamëve të Qabës, veç pse fol kundër muzikës dhe diskove dhe koncerte dhe shumë radhë. Veç për këtë meselë. Nuk jam duke lavdruar imamin e Qabës. Se na pe dim se kush është imam Qabë. Mirë po, ka ardhur puna deri në atë gradë që me folë edhe kundër muzikës, burgosër. E burgimi i këtij me çka ndodh me fetva të disa të tjerëve. Burgimi i këtij ndodh me fetva të disa të tjerëve. E kështu bullet e Arabisë Saudite janë të mbushura me dietar, kërkuesi turistë, talebe, të cilët dojnë zbatimin e fjalës së Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.